Ndërkohë ne do të jemi në komunikime të tjera me kolegët tanë të pozicionuar. Ndërkohë do të jem me kolegun Marcel Vocaj drejt për drejt nga Parku Olimpik, aty ku do të mblidhet dhe do të numërohet po ashtu nga ana tjetër vota e diasporës. Marcel, të përshëndes, jemi në këtë komunikim të drejt për drejt së bashku. Çfarë ndodh aktualisht në ambientet e Parkut Olimpik, aty ku u caktua si ambienti i cili do të priste votat e diasporës dhe nga ana tjetër edhe do të numëroheshin votat e diasporës. Sa vota kanë mbërritur aktualisht në këtë orë që ne flasim, Marcel, dhe pritet që të kemi votat të tjera të cilat do të mbërrin gjatë minutave në vijim, duke patur parasysh që kemi edhe një orë kohë nga mbyllja zyrtare e procesit të votimit. Po, Albiter, përshëndes, është aktuar që Parku Olimpik të jetë edhe mbledhja votave të diasporës, por gjithashtu është kryer edhe një ndër votimi. Regjia, të lutem ma mundëso audion e kolegut në studio. Por gjithashtu nga burimet dhe nga përditësimi i fundit që është bërë nga Komisioni Zgjedhor i Zgjedhjeve bëhet me dje se deri në këtë moment kanë ardhur 191.837 vota nga diaspora, ku avioni i fundit me votat ka mbërritur në orën 17:00, por nuk është cilësuar akoma se ca kanë qenë zarfet të cilat kanë ardhur në këto qendra votim, në qendrat e votimit. Deri në orën 19:00 është diskutuar që të pranohen zarfet në lidhje me votimin dhe pas asaj ore nuk do të lejohet. Në avionin e fundit i cili ka mbërritur thuhet se kanë ardhur 2.783 vota. Për diaspora është hera parë që voton në Shqipëri, ku rekordin më të madh për numrin e votave për të lartë mban Italia me 72.290 me 72.990 zarfe, ndërsa Greqia mban vendin e dytë me 49.975 zarfe. Gjithashtu po voton edhe procesi i votimit, pasi kanë mbetur, mund të themi Albi, vetëm 47 minuta nga mbyllja zyrtare e procesit të votimit, ku do të fillojë numërimi i vota. Deri në orën 19:00 nuk është lejuar që as votat e diasporës të lejohen, pavarësisht se shumica e tyre janë mbledhur dhe pritet të vinë rreth edhe 1.000-2.000 vota nga 245.000 të cilat kanë votuar. Pritet që të vinë edhe ato vota dhe pastaj në orën 19:00 do të fillojë edhe numërimi i votave të diasporës, por edhe të gjithë votuesve, pasi votimi në Shqipëri ka filluar që në orën 7 të mëngjesit dhe do të vijojë deri në orën 19:00 të darkës. Ndërkohë, Marcel, jam shumë kurioz të di për mënyrën se si do të lexohet dhe do të numërohet vota e diasporës. Kjo votë do të jetë ndarë në seksione përkatëse sipas qarqeve përkatëse dhe do të numërohet paralelisht me kur të fillojë votimi për çdo qark tjetër pas përfundimit të procesit të votimit, apo do të ketë një tjetër mënyrë? Të gjitha zarfet të cilat kanë mbërritur nga votat e diasporës janë ndarë në bazë të qarqeve të cilat janë votuesit dhe bëhet me dije se në qarkun më të lartë është qarku i Tiranës, i cili ka rreth 41.000 vota ose 16.7% të votave. Pas është qarku i Fierit, i cili ka 25.000 vota, qarku i Durrësit rreth 19.000 vota, i Elbasianit me 18.000 vota, Korçës me 15.000 vota, Vlorës me 14.000 vota, Shkodra me 13.000 vota, Berati me 11.000 vota, Lezhë po gjithashtu me 11.000 vota, Dibra me 7.000 vota, Gjirokastra me 6.000 vota. Qarku i cili ka më pak votues nga diaspora është Kuksi, që përmban 1.1% të gjithë votuesve, ose 2.771 vota. Kur të fillojë numërimi për të gjitha votat, pasi votat të cilat kanë ardhur nga diaspora janë ndarë në bazë të qarqeve, në bazë të 12 qarqeve, të cilët janë edhe votuesit që jetojnë në diaspora, ata do fillojë dhe numërimi i tyre njësoj si me votat të tjera. Ku në orën 19:00 pritet të fillojë. Deri në orën 19:00 nuk është lejohet që të votohet, që të numërohet asnjë vot, as votat e diasporës, dhe pas me bashkëpërfundimin e procesit zgjedhor, atëherë do të fillojë dhe numërimi votave të diasporës dhe votave të cilat janë mbledhur në Shqipëri. Marcel, të falenderoj shumë për informacionet dhe detajet e përcjella deri në këtë moment nga Parku Olimpik, aty ku do të kryhet edhe mbërritja dhe numërimi i votave të diasporës.